të ketë më tepër para nga 34 miliard lek të vit, shumë pritet që të zjerohet në 42 miliard, pra do të ketë një fond shtesë edhe për 61 njësitë e pushtetit vendor, sigurisht që do të mbetet për të parë edhe reforma territoriale se si do të ecë ajo, por paraprakisht do të jetë e njëjta formulë siç është përdorur edhe në vitet e fundit, vetëm se për ato bashkitë të cilat kanë pasur një performancë ekonomike më të mirë do të ketë edhe një fond shtesë. Kështu që në përgjithësi buxheti mbetet i pandryshuar për institucionet përfshirë këtu kryeministrin, përfshirë presidencën, institucionet e drejtësisë pak bashkë me gjykatën kushtetuese, Këshillin e Lartë Gjyqësor do të kenë fonde shtesë, kjo për shkak të ndërprerjes financimit të huaj, por edhe kërkesave të rritura nga brenda vendit, ndërkohë që për pjesën tjetër të institucioneve mbetet pak a shumë në ato nivele që kanë pasur për gjatë vitit 2025, kjo për shkak se edhe performanca e tyre në drejtim të shpenzimit parave nuk ka qenë më e mira e mundshme, dhe këtu përfshihen Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, që në këtë rast u nda nga Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, bashkë me disa dikastere të tjera, të cilat nuk kanë rezultuar të kenë shpenzuar të gjitha të ardhurat që kanë pasur në dispozicion për vitin 2025, kështu që për vitin 2026 do të mbetin pothuajse në të njëjtat nivele. Në fakt duhet të ndalem pak edhe një paket që është e rëndësishme që shoqëron edhe buxhetin, paketa fiskale, cilat janë ndryshimet që priten në të? Atëherë, në një kohë për vitin 2025 nuk patëm ndryshime fiskale, mbetëm me të njëjtat ligje si në vitin 2024, për vitin 2026 do të kemi disa ndryshime, nisur nga tatimi i pagës minimale, me rritjen e pagës minimale nga 40 në 50.000 lekë për 18 muaj do të jetë qeveria e cila do të mbuloj pjesën e rritur, pra 10.000 lekë i cili nuk do të tatohet, por do të mbulohet tërësisht nga pushteti qendror. Gjithashtu do të kemi rivlerësimin e pronave, një projekt ligji i cili tashmë ka hyrë në fazën e konsultimit publik dhe do të kalojnë komisionet parlamentare, nuk do të jetë 15%, por do të jetë 5%. Gjithashtu edhe harta e re referencave përfshihet tek ndryshimet fiskale për vitin 2026, do të kthemi rikthimin e pas më shumë se sa 7 vitesh të skemës 10% të rimbursimit të fermerëve, një skemë e cila u hoq me argumentin se do t'i shërbente më mirë fermerëve, por duket sikur nuk ka prodhuar efektet e dëshiruara, kështu që Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural bën një prapaktheu dhe rikthehet tek skema e vjetër. Gjithashtu do të kemi edhe disa ndryshime të cilat lidhen në drejtim të pagave për pjesën e pagave të larta, pritet që për pagat mbi 180.000 lekë, 1.8 milion lekë të vjetra të ketë një rritje të pragut, pra të kemi më pak tatim mbi pagat e larta, kështu që rrjedhimisht të ketë në një farë mënyrë më shumë parat mbetura për qytetarët, ndërkohë që ndryshime fiskale pritet që të ketë edhe tek ato rekomandime që Fondi Monetar Ndërkombëtar ka dhënë tek përjashtimet fiskale në fakt, ku bëhet fjalë për sektorin e turizmit, hotelet, cilat pritet të preken, kanë pasur përjashtime fiskale cilat ju jepnin atyre vetëm tatim në masën 6%, por nga viti 2026 pritet që në fakt të rritet tatimi dhe qeveria të grumbullojë më shumë para, ndërkohë që kalendari i akcizave vazhdon, le të themi, të zhvillohet nga viti në vit, kështu që për akcizën e cigareve do të kemi një rritje me 5 lekë, po ashtu dhe për akcizën e pijeve alkolike do të kemi një rritje sipas kalendarit të akcizave të publikuar që në vitin 2018. Në një pyetje të fundit duhet të ndalem pak në zhvillimet që pam sot në Komisionin e Ligjeve u shqyrtuan ndryshimet në buxhet për vitin 2025. Çfarë u vendos? U vendos që masa shpërblyese për pensionistët të jetë 15.000 lekë për gjithë ata cilët marrin një pension më pak se sa 20.000 lekë në muaj, dhe për ata cilët marrin një pension më shumë se sa 20.000 lekë në muaj, 200.000 lekë të vjetra. Masa e shpërblimit në fund vit të jetë në vlerën e 10.000 lekëve. Është tashmë e përcaktuar, u rrit fondi në 9.6 miliard lekë në total për sa i përket fondit të indeksimit të shpërblimit të pensionistëve në fund vit, po ashtu u vendos që të mos jenë vetëm pensionistët të moshuarit kategoritë përfituese, por në të përfshihen edhe invalidët, ata cilët nuk marrin pagesat e papunësisë, apo dhe kategoritë tjera cilat kanë pamundësi ekonomike. U miratuan gjitha ato ndryshime edhe përsa i përket rritjes së fondit në dispozicion për qeverisjen digjitale, ku i Albania do të marrë një pjesë të shtuar të fondeve deri në fund të këtij viti për diellën dhe për
për një sër projekte tjera cilat janë në zhvillim nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Inovacionit, ndërkohë që një shtesë të fondeve do të ketë edhe për pushtetin vendor dhe veçanërisht për shoqëritë e ujësjelljes kanalizimeve, bashkë me një shtesë fondesh për alg kontrollin, për shkak se autoriteti është me fondet bllokuara nga Eurocontrol për shkak të një procesi gjyqësor që Shqipëria ka me biznesmenin italian Francesco Becchetti. Faleminderit Mario për detajet që përcolla.